Për fat të keq që në Kosovë kemi autoritetin e konkurrencës, i cili është shumë tepër i politizuar, sesa në funksion të mbrojtjes interesave të qytetarëve dhe të bizneseve. Thuhet që çmimet në krizë ngriten shumë shpejt, mirëpo asnjëherë pothuajse nuk bin stadin fillestar. Çmimi në bursat ndërkombëtare, çmimi në bursa ka, kështu që duhet të reflektohet automatikisht edhe në pumpat e karburanteve në Kosovë. Deklarata e zotit Trump dje që apeloi që të mos ngriten çmimet në mënyrë të pakontrolluar, duhet të ketë efekt dhe zbatshmëri në Kosovë. Për fat të keq që në Kosovë kemi autoritetin e konkurrencës, i cili është shumë tepër i politizuar, sesa në funksion të mbrojtjes interesave të qytetarëve dhe të bizneseve, prandaj tolerohet një tregti spekulative. Në rend të dytë, inspektorati në Kosovë duhet të jetë më aktiv sa i përket monitorimit të tregut të derivateve të naftës. Mirëpo ajo që është më shqetësuese është fakti që në Kosovë tregtia spekulative është shumë e shkathë dhe shfrytëzon çdo moment për përfitime. Duhet të kuptohet që në psikologjinë e tregtisë jashtme thuhet që çmimet në krizë ngriten shumë shpejt, mirëpo asnjëherë pothuajse nuk bin stadin fillestar, duke pasur parasysh inflacionin që ka Kosova, duke pasur parasysh ngritjen e çmimeve të produkteve të tjera dhe duke pasur parasysh që kemi paga minimale vërtet më të ulta në Ballkanin Perëndimor. Besoj që është morale, etike dhe profesionale që kjo dukuri e ngritjes së çmimit të mos shfrytëzohet dhe të monitorohet në mënyrë profesionale nga organet kompetente të qeverisë së Kosovës. Për shkak se nëse përcaktuesi kryesor është çmimi në bursat ndërkombëtare, çmimi në bursa ka, kështu që duhet të reflektohet automatikisht edhe në pumpat e karburanteve në Kosovë. Për 10 cent ose 15 cent, domethënë do të ishte e natyrshme.